Në historinë e Europës, ka pak figura që ndajnë publikun aq shumë sa Ali Pasha Tepelena. Për disa, a ishte një tiran brutal, një sundimtar që ndërtoi pushtetin me frikë dhe gjak. Për të tjerë, një gjeni politik, një strateg që sfidoi perandorinë osmane dhe ndërua një shtet të pavarur në një kohë kur kjo ide dukej e pamundur. Por ndoshta e vërteta nuk qëndron as në njërin ekstrem, as në tjetrin. Sepse Ali Pasha nuk ishte thjesht një person. Ai ishte një fenomen. Një njeri që filloi jetën si hajdut rrugësh dhe përfundoi duke sunduar gjysmën e Ballkanit. Një njeri që u përndoq dhe më pas u bë përndjekës. Një njeri që negocioi me Napoleonin, me Rusin, me Anglin dhe që në fund u tradhtua nga vetë gjaku i tij. Historia e tij nuk është lineare, është kontradikt, është pushtet, tradhti, ambicie dhe fund tragjik. Sot, nuk do t'japim opinione, nuk do të mbajmë anë, vetëm 20 fakte, por një nga figurat më të ndërlikuara të historisë shqiptare. Fakti 1. Ali Pasha Tepelena lindi në dimër të vitit 1740 në Tepelen. Vdiq, u vra, më 24 janar 1822 në Janin, në moshën 82 vjeçare. Mbiemri i tij i vërtet ishte Hyso. Pas gradimit si pasha, mori titullin Ali Pasha. Origjina nga Tepelena i shtoi emrin që njihet nga të gjithë, Ali Pasha Tepelena. Fakti 2. Ali Pasha ka 2 varre. Trupi u varros në 25 janar 1822 në ishullin Kastros, në liçenin e Janinës. Koka u dërgua në Stamboll dhe u varros me 5 shkurt në varrezat pranë portës së Silivris. 2 vende, 2 shtete, ende i ndar pas vdekjes. Fakti 3. Në moshën 16 vjeçare, Aliu ishte i njohur për plaçkitjet e rrugëve. U kap rob 2 herë. Herën e parë në malet e Pindit. U shpëtua nga ndërhyrja e belerëve të Gjirokastrës dhe Janinës. Herën e dytë u kap nga Kurt Pashai i Beratit bashkë me 6 persona të tjerë. 6 të tjerët u varën. Aliu shpëtoi në litari fal ndërhyrjes së miqve. Fakti 4. Nga hajdut rrugësh u bë inspektor rrugësh. Porta e lartë e emëroi në këtë detyrë. Ai rekrutoi rreth 4000 ushtar dhe siguroi rrugët nga Janina deri në Termopile. Ishte i vetmi ushtarak që siguroi rrugët e jugut të Gadishullit. Kjo gjë u prit mirë nga porta e lartë dhe hapi rrugën për ngjitjen e tij. Fakti 5. Në moshën 43 vjeçare u emërua Pasha i Janinës. Pas kësaj, shtroi pushtetin e tij nga Shkumbini deri në more të Greqisë. Për 34 vite udhoi shpërtarët. Gjatë kësaj kohe, Pashalllëku i Janinës ishte praktikisht krajinë autonome, vetëm formalisht nën portën e lartë. Fakti 6. Sultan Mahmuti i dytë dërgoi 50.000 ushtar për ta mboshtur. Ushtria u nda në 2 armata, e para nën komandën e shqiptarit Pasho Beu, e dyta nën bullgarin Pelivan Baba. Të dyja rrethuan Janinën, por kishin frikë të përballeshin drejt për drejt me Ali Pashën dhe kështu përdorën dredhit. Fakti 7. Rezistenca e Aliut kundër ushtrisë osmane zgjati 18 muaj. Në fund të jetës, i kishin mbetur vetëm 100 ushtar besnik. Gjatë gjithë kësaj kohe, historiani William Palmer shkruante se Aliu nuk e humbi kurrë buzëqeshjen dhe ëmbëlsinë me të cilën fliste gjithmonë. Fakti 8. Aliu u tradhtua nga 3 djemë dhe 1 njip. I pari që u dorëzua ishte Veli Pasha, Pasha e Vlorës me flotë në Nart. Armiqtë e joshën me premtime martese me vajzën e sultanit. Myftari dhe Veliu i dorëzuan osmanëve Prevezën dhe Gjirokastrën. Sultani u kishte premtuar falje dhe pushtet. I mashtroi të gjithë dhe urdhëroi vrasjen e tyre vetëm muaj më vonë. Fakti 9. Në shtator 1821, sultani urdhëroi vrasjen e djemve që kishin tradhtuar Aliun. Kokat e 3 djemve, Myftarit, Veliut dhe Selimit, si dhe koka e nipit Mehmetit, ju dërguan sultanit. Kur sultani pa, sipas Aleksandër Dymës, u pendua. Unë i dija aq plek sa jati, pati thënë me të shpërim. Fakti 10. Koka e Aliut o dërgua sultanit në një tabaka argjendi,
300 ushtar turq e shoqëruan kokën për në Stamboll nga frika e sulmit hakmarrës të shqiptarëve. Gjatë rrugës, ushtarët e ekspononin kokën me para që ta shikonin princit e pashallëqeve të tjera. Një shqiptar, shokfëmirie i Aliut që jetonte në Stamboll, e bleu kokën dhe e varrosi pranë Silivris. Fakti 11. Aleksandër Dyma e përshkruan reagimin e komandantit Osman Hurshid kur ju soll koka e Aliut. U ngrit hopthi, u përkol 3 herë përpara saj dhe me respektin më të madh i puthi mjekrën, duke shprehur dëshirën se dhe ai vetë do të dëshironte të meritonte një fund të ngjashëm. Hurshidi urdhëroi që koka të parfumohej me esencat më të kushtueshme. Fakti 12. Ali Pasha bëri aleancë me 3 fuqi të mëdha në periudha të ndryshme: Rusin, Francën e Napoleonit dhe Britaninë e Madhe. Kushti i tij kryesor në çdo marrëveshje ishte i njëjtë: njohja e pashallëkut të tij si shteti i pavarur. Konsiderohet diplomati i parë shqiptar që firmosi një marrëveshje zyrtare me Anglinë. Fakti 13. Napoleoni i premtoi Aliut njohjen si mbret dhe sundimtar i pavarur të Ballkanit, me kusht që trupat franceze të fitonin. Marrëdhëniet u prishën shkak të Butrintit. Ali Pasha i kërkoi Napoleonit ta mbante premtimin Berishujt Jonian. Napoleoni i kërkoi Stambollit Butrintin si bazë detare. Premtimi nuk u mbajt kurrë. Fakti 14. Aliu ideoi krijimin e 2 shteteve të para të pavarura në Ballkan, Toskëria deri në Thesali nën dinastinë e Ali Pashës, Moreja, krahina autonome greke në mbrojtjen e Shqipërisë. Fakti 15. Është i pari udhëheqës në Ballkan që gjatë viteve 1800 përmendi fjalën autonomi. Fakti 16. Ali Pasha është konsideruar themeluesi i policisë sekrete në rajon. Ngriti nga rrjet informatorësh që arrinin deri në oborrin e sultanit. Kishte informata jo vetëm për ngjarjet në Stamboll, por edhe për lëvizjet në kampet e armiqve. Fakti 17. Sipas historiografisë, ndëshkimi i fshatit Kardhiq ishte ndër aktet më brutale të Aliut. Fshati ishte vendi ku kishte ndodhur përdhunimi nënës dhe motrës së tij kur ishte i ri. Kur arriti pushtetin, e shkatërroi bashkë me fshatin Hormov, duke vrarë të fajshëm dhe të pafajshëm. Fakti 18. Në moshën 73 vjeçare, Aliu u martua me Vasiliqin, një vajzë 16 vjeçare nga Plesheviza e Filatit. Pas vrasjes së Aliut, Vasiliqia u burgos dhe u internua në Stamboll. U torturua për të treguar vendodhjen e Thesarit, nuk e tregoi kurrë. Fakti 19. Victor Hugo e quante Bonapartin mysliman. Ali Pasha rri përballë Bonapartit si tigri me luanin. Të dy e filluan karrierën nga hiçi dhe u ngjitën deri në majat e perandorëve. Bonaparti ngriti perandori, por Ali Pasha ngriti perandori brenda perandorisë. Fakti 20. Në vitin 1809, poeti i madh anglez Lord Byron vizitoi oborin e Ali Pashës. Byroni shkruante: sapo e shikoi Ali Pashën, kuptoje menjëherë se nuk ishe para ndonjë pashaj oriental. Për Byronin, Ali Pash Tepelena ishte figura e tretë historike, pas Aleksandrit të Madh dhe pas Skënderbeut. Byroni i dha famën e përjetshme duke e bërë personazh të veprave të tij letrare. Ali Pash Tepelena nuk ishte as thjesht hero, as thjesht tiran. Ai ishte produkt i kohës së tij. Një kohë ku pushteti i fitohej me forcë, ruhej me frikë dhe humbej me tradhti, nga një djalë i përndjekur në malet e Tepelenës, në një sundimtar që sfidoi vetë perandorinë osmane, nga një njeri që ëndërroi autonominë në një kokë të prerë të dërguar në një tabakar gjendi drejt Stambollit. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.